Këtë të diel, fermerët në tregun e Stomgolemit janë rikthyer normalitetit pas thuajse 5 muajsh nga ndalimi i tregtimit të imtave. Tregtarët shprehin të kënaqur pasi shitjet janë burime të ardhurave për ta. Ata thonë se në zonat e tyre nuk ka patur asnjë rast smurtaje, megjithatë janë detyruar të zbatojnë masat kufizuese, ndonse me kosto ekonomike. Për mua është një ndihmë shumë e madhe, se kanë kënd bllokum populli për treg. Edhe për ushqimet, ligji duhet zbatu. Edhe nuk kena mujt me dal. As jo se po na infektojnë bakteria. Se ajo zonë është një zonë që nuk kena pas probleme, me thonë drejtë. Ne si zonë ku jetojmë aty, as kena pas probleme kur në këtë drejtim. Kena pas gjone shnosh, s'ka zonë vetë puna, as kena pas të vetë, as për veterinar, as për ilaçe. Nuk kena pas damdime, jo. Edhe trek se na bon, se na julim gjithmonë në këtë pjesë kohë. S'kena shita, s'kem bleja, s'ka bleja kush se kanë pa frikë. Si ka bleja kur kush as kanë dalën treg. Prej muajit korrik në qarkun e Shkodrës u ndalua tregtimi të imtave pas zbulimit të 3 rasteve me mortaje tek ruminantët e vegjël ku asgjësuan rreth 700 krerë. Tashmë tregu është rikthyer në çdo zonë duke u dhënë mundësi fermerëve por edhe konsumatorëve të marrin produkte të sigurt. Pritet që shitjet të jenë të larta veçanërisht gjatë muajit dhjetor ku edhe konsumi i mishit është më i madh.